Zbulime për Legjonin e Musk dha $15 milion gruas që lindi fëmijën e tij. Raporti Wall Street Journal që zbuloi planin sekret të Elon Musk për të pasur sa më shumë fëmijë të jetë mundur si pjesë e qëllimit të tij për të trajtuar rënien e popullsisë globale ka shkaktuar një sensacion. Personi më i njohur në mesin e grave që dyshohet se ju afrua manjatit është influencuesja Ashley Clare, e cila muajt e fundit ka pretenduar se është nëna e 13 nga 14 fëmijët e Musk. Duke folur Claire përshkruan se si kishte një fëmijë me Elon Musk, duke pretenduar se ai ofroi asaj $15 milion për të mbajtur heshtje për shtatzanin dhe fëmijën. Sipas 26 vjeçares, konceptimi i Romulusit, siç është emri i djalit 7 muajsh që ajo thot se ka me Musk, ka ndodhur gjatë një udhëtimi të vitit të ri. Ajo pretendon se Musk kishte filluar të bënte shaka se duhet të zgjedhim një emër për fëmijën që do të kishim kur të bëni seks për herë të parë. Sipas përshkrimit të gruas, në udhëtimin në fjalë, ai tha Musk se ishte duke ovuluar, ndërsa ai u përgjigj: "Çfarë po presim?" Siç raportohet në botim, negociatat për periudhën e ardhshme u ndërmorën nga menaxheri financiar i Musk, Jared Birkall, i cili dyshohet se ofroi $15 milion në shumën e përgjithshme dhe $100,000 në muaj në mënyrë që 26 vjeçaria të pranonte kushtet e Musk. Mes tyre, sipas Wall Street Journal, Elon Musk kërkoi që fëmia të lindte me prerje cezariane, duke argumentuar se lindja normale kufizon madhësinë e trurit të porsa lindurit. Në të njëjtën kohë thuhet se ai kërkoi të mos bëhej synet. Artikulli raporton gjithashtu se një gjykatë e New Yorkut urdhëroi një test të aftësisë që tregoi se fëmia 26 vjeçares ka 99% presje, 99% gjasa të jetë babai Musk. Legjoni i fëmijëve para apokalipsit. Siç dihet, Musk është thellësisht i shqetësuar për rënien e popullsisë së botës. Për të arritur në nivelin e legjonit përpara apokalipsit, do të duhet të përdornim nënat surrogat, shkroi ai në një mesazh. Kur e pyetëm me shaka nëse po kryente detyrën, ai u përgjigj: "Duhet të praktikosh atë që thua. Pra, po unë kam shumë fëmijë dhe inkurajoj të tjerët të kenë shumë fëmijë."